Ministre e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Vis Sala mori pjesë në tryezën e diskutimit organizuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë, ku prezantoi prioritetet strategjike të institucionit që drejton dhe reformat kryesore për transformimin e sistemit shëndetësor. Ajo bëri të ditur se ka nisur procesi konsultimit për vendimin e Këshillit Ministrave për krijimin e Institutit Onkologjik Kombëtar, një prej reformave më të rëndësishme në fushën e onkologjisë. Paralelisht po ndërtohet rrjeti kombëtar i onkologjisë me synimin që pacientët të kenë akses në kujdes të koordinuar dhe shërbime sipas standardeve të njëjta në të gjithë vendin. Në mbështetje të kësaj reforme, ministria ka prezantuar edhe listën e barnave të rimbursueshme, që përfshin 55 barne alternative tregtare të reja dhe 27 principe aktive, duke zgjeruar ndjeshëm mundësinë e trajtimit për pacientët me sëmundje tumorale, hematologjike, diabet, sklerozë multiple, sëmundje kardiovaskulare, respiratore dhe patologji të tjera me impakt të lartë shëndetësor. Objektivi është një formë e rëndësishme, ky është momenti që nga ana ligjore të konsolidojmë atë që ta parafrojmë me atë që bëhet në gjithë Europën. Një shtyllë themelore e kësaj reforme është forcimi i sistemit të farmakovigjilencës dhe mbikëqyrja e sigurisë së barnave, që do të jetë në përputhje të plotë me rregullat që janë dhe praktikat në Bashkimin Evropian. Ky institut do jetë një qendër kërkimore shkencore dhe shpresoj që me marrjen e fondeve më pas nga grante të ndryshme do arrijmë që ta rindërtojmë, që të ketë kapacitet të mjaftueshëm për të bërë dhe clinical trials. Sigurisht fillojmë me phase 3. Regjistrues koordinatori i rrjetit kombëtar të onkologjisë, që sigurisht përfshin edhe hemato-onkologjin adulte, që tani është jashtë institutit për arsye se është bashkë me hematologjinë, në një të ardhme ku të ndërtohet disa vjet, pastaj e shohim si do evoluojë. Si dhe onkologjin pediatrike, që tani është jashtë institutit, por do koordinohet nga rrjeti kombëtar i onkologjisë, që do përfshi edhe qendrat në rrethe që kemi të kimoterapisë, që dal nga dal po fillojmë që të decentralizohem. Paralelisht po investojmë në forcimin e kapaciteteve diagnostikuese, siç e dini, akseleratori 3 linar është në punë dhe bën pacient tamam, jo një pacient ose dy, po bëhet me ngarkesë të plotë. Sigurisht kur fillon, sa hidhen protokollet, ka një lloj ramping up që e kanë në gjithë botën. 2 akseleratorët e tjerë ekzistues kanë po bën një upgrade të software-it, kështu që të 3 akseleratorë janë në të njëjtën platformë software-wise. Ndërkohë është buxhetuar që brenda Activity, jo 2027-s, 2026-s, vjen akseleratori i 4-t në neurokirurgji. Platformat digjitale, prioritet madhor tani. Nuk është se nuk ka platforma digjitale, po janë të tëra të palidhura, të paintegruara dhe ka një mungesë përgjegjësia nga ana e stafit edhe mjekësor dhe jo mjekësor që nuk i përdoren. Në këtë takim u prezantua edhe reforma farmaceutike e konkretizuar përmes projektligjit për produktet mjekësore për përdorim në njerëz, që është nga reformat më të thella të sektorit farmaceutik. Sipas ministres Sala, ligji i ri do të garantojë më shumë siguri, cilësi dhe akses në terapi inovative për pacientët, do të forcojë kuadrin rregullator për profesionistët e shëndetësisë dhe do të krijojë një mjedis më të qëndrueshëm dhe konkurrues. Ajo ndau edhe progresin e ministrisë në procesin e digitalizimit të sistemit shëndetësor, ku prej një gushtit spitalet publike do të funksionojnë në mënyrë elektronike.